Unë di shembuj edhe këtu në Shqipëri, po edhe jashtë Shqipërisë. Janë martuar përpara se me qenë besimtar, ose janë martuar për shembull vite përpara. Pasha Zotin, gruaja e mirë, bashortja e mirë, e ka bërë bashortin që të lejë veset, e ka bërë bashortin që të orientohet te besimi, e ka bërë bashortin që të shtrohet familjes tamam ashtu siç duhet. Siç edhe ndodhe kundërta normal, as nuk diskutohet. Dhe në këtë moment, që është një moment shumë i rëndësishëm për një djalë ose për një vajzë aq më tepër, që njeriu hedh një hap pra që ndryshon statusin e tij në jetë, ndërton familjen e tij dhe nga beqar bëhet i martuar, krijon familjen e tij, merr jeta e tij një stad tjetër, kalon në një fazë tjetër komplet. Pra përgjësitë e martesës, përgjësitë e familjes, përgjësitë e jetës, pastaj nuk je më vetëm. E ke pas më kollaj. Dhe njeriu konsolidohet, martesa është shumë e rëndësishme në Islam. Ne profeti alayhi salatu selam na thotë që një besimtar konsiderohet gjysmë besimtar derisa nuk është martuar. Në momentin që ai martohet, ai plotson besimin e tij. Imagjino sa e rëndësishme është martesa pra. Dhe unë gjithmonë sa herë që ndodh që ne bëjmë aktet e nikahut, pra që bëjmë martesat në xhami, ja theksoj të dyve çiftit, domethënë edhe djalit edhe vajzës, i them që juve sot jeni gjysma plotësuese për njëri tjetrin, që është gjë shumë e rëndësishme, dhe mbajini në konsiderat dhe vlerësojeni këtë fakt për gjithë jetën e juaj. Sa të jeni bashkë,